أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadhus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe sot jemi në hadithin 665 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu ta'ala thot: Wa an Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allahu yawm al-qiyamati wa la hujjata lahu. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. Thot Abdullah ibn Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Kush e largon beslidhjen e tij nga i pari i ti, e takon Allahun ditën e kiametit pa argument. Dhe ai që vdes dhe në qafën e tij nuk ka beslidhje, ai vdes me vdekje të jahilietit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Dhe në transmetimin e dytë qëndron ky version: Kush vdes duke u larguar nga xhamati, ai njeri vdes me vdekje të jahilietit. Na kemi filluar të japim disa mësime, sqarime në lidhje me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin Imam Neveviu rahimahullahu taala e ka sjell në kapitullin që flet se muslimani e ka detyrë dhe obligim t'i bindet parit musliman dhe ta ndëgjon dhe t'i bindet atij kur ai e urdhon në vepra të mira, dhe nuk e ka detyrë dhe obligim ta ndëgjon dhe t'i bindet parit musliman kur ai e urdhron në mëkat. Dhe vazhdon me këtë hadith Imam Neveviu rahimahullahu taala me tregu rëndësinë që ka ndërtimi vertikal i raporteve brenda një shoqërie muslimane, dhe se muslimanët kudo që gjenden dhe jetojnë duhet të organizohen dhe duhet të udhëhiqen nga një i par i tyre, i cili i udhëheq ata i mbështetur në Kur'anin fisnik dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka shoqëri të tillë dhe kur ka kryetar të tillë, atëherë muslimani e ka për detyrë dhe obligim të jep besën atij se ka me ndëgju dhe ka me u bind atij kur ai e urdhon në vepra të mira, dhe normalisht nuk e dëgjon atë dhe nuk i bindet kur ai urdhon në mëkat. Mirë po, ky hadith vjen me tregu se një njeri që jeton në atë rrethin, në atë kohë, në atë xhamat, ku e ka një të parë musliman të devotshëm dhe të mirë, e ky basi ja ka dhënë beslidhjen, e then atë beslidhje, e prish atë beslidhje, atëherë vjen para Allahu dhul xhelal ditën e kiametit, nuk ka argument para vete me cilën ai ka mundësi me u arsyetu pse e ka bë këtë vepër, apo ai që vdes dhe realisht në jetën e tij nuk ka pas situatë që t'jep besën një të parit musliman dhe vdes në gjendje, vdes në gjendjen e jahilietit. Domethënë, kjo shoqëri e muslimanëve, këta pak musliman ose shumë musliman që janë dhe që nuk kanë arrit me pas një të parin e tyre të cilit i japin besën për ta ndëgjuar dhe për t'u bindur atij, vdesin me vdekje të jahilietit, do thotë
nuk kanë arrit ata me ndryshu gjendjen e asaj shoqërie që me kalu nga një shoqëri e gjahiletit ku nuk ka rend dhe hierarki dhe normalisht nuk udhiqen ata nga parimet e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si të qoftë, ulemat kanë thonë ky hadith ka ardhur për t'i zgju muslimant, për t'ia tërheqë vërejtjen muslimanëve se muslimanët duhet me qenë të konsoliduar mes vete, të organizuar mes vete dhe që ta kenë të parin të cilit i bindin ata dhe i nështrohen atij. Andaj ulemat ka thonë, ky hadith me këtë përmbajtje gjuhësore, kush e prish beslidhjen e tij, e takon Allahun ditën e Kiametit pa argument, do thot është kusht që besimtari nëse don me pas mbrojtës të tij ditën e Kiametit kur del para Allahut, nëse ka qenë gjallë dhe nëse ka qenë përderisa ka qenë gjallë, ka jetuar në një shoqëri ku ka pas të parin musliman, është dash të jep beslidhjen atij dhe të jeton sipas udhëzimeve dhe urnave të tij. Normalisht beslidhja e quajmë në gjuhën shqipe bej'a, quhet në gjuhën arabe dhe vjen prej dorën kur e zgjat njeriu kur blen dhe shet diçka me tjetrin dhe përfundon atë lloj kontrate dhe shitblere, e zgjat dorën me thonë për her koft, e bleta ose për her koft ta shita, edhe e zgjat dorën, edhe ai ta zgjat dorën dhe në momentin që do të kapen dy durt e shitsit dhe blerësit dhe shtërngohen ato, përfundon kontrata. Fetarisht është kështu, po edhe praktikisht hala sot e kësaj dite ndodh domethënë që njerëzit kur bëjnë një kontratë shitblereje, ja zgjasin dorën një tjetrit dhe e përfundojnë atë kontratë në këtë formë. Dhe andaj është përdorur fjala bej'a që ka të bënë me shitjen, ba. Po këtu ka edhe një simbolik shumë të rëndësishme se besimtari në momentin që e zgjedh një të pari të devotshëm dhe të mirë, do thotë është i gatshëm që në respekt të udhëzimeve të tija, në respekt të shariatit me cilin ai qeveris, ta shet edhe shpirtin e tij për ta mbrojtur dinin e Allahut dhe vatanin e tij. Për ta mbrojtur dinin e Allahut dhe vatanin e tij. Përndryshe, nëse nuk është njeriu kështu i përgatitur që në momentin që ka një shoqëri muslimane dhe ka një të parë musliman të devotshëm që i qeveris me ligjin e Allahut Dhul Xhelal, nëse ai nuk është i gatshëm me ia dhon besën që ka me fliu edhe jetën e vet, edhe pasurinë e vet për ta mbrojtur dinin e Allahut dhe vatanin e tij, atë ai njeriu kur shkon për Allahut s'ka argument me cilën ka me mbrojt veten e tij, dhe normalisht kjo është dëshmi pastaj praktike se ai njeri nuk ka kuptuar si duhet Islamin dhe ka jetuar një jetë të xahiletit, megjithëse i ka thonë vetes musliman. Edhe këtu na dje u mundum me sqarue komponentet e konceptit të xahiletit që kanë të bëjnë fillimisht me botkuptimin, fen, pastaj që kanë të bëjnë domethënë me emocionet, pastaj që kanë të bëjnë me manifestimet kulturore dhe në fund që kanë të bëjnë me gjykimin dhe qeverisjen, dhe këto komponente ku ti analizosh thellë edhe holl, fatkeqësisht e shef sot se edhe shumë musliman që i thënë vetes musliman, bile edhe ata që falen kanë shumë nga xahilieti në jetën e tyre. Kanë shumë. Për shembull, ajo që kemi përmend disa herë të mëzgjise, është që kur ka një mosmarrveshje një familje me tjetrën, për pa marrë parasysh cila është arsyeja. Dhe ti shkon dhe thu në këtë mosmarrveshje tuajën, do thotë na mund me kontribu, me ndihmu për me të kalu këtë mosmarrveshje me atë që na mëson neve Kur'ani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë mosmarrveshjen tuaj, këtë grindjen tuaj, këtë zënkën tuaj, duhet me e menaxhu me këtë ajet dhe me këtë hadith, me këtë gjykim fetar. Edhe përderisa ky gjykim fetar
nuk i shkon për shtatin njerëz palë, nuk shkon në favorin e njerëz palë, ai çon dhe thot unë se pranoj këtë gjykim. Shkon gjykohet me gjyqet e gjykatave tona, edhe nuk e pranon gjykimin fetar. I ki njeri edhe nëse falet, edhe nëse agjeron, edhe nëse shkon haqë, ky njeri Allah ka me në gjahiljet. Allah se ka kuptu se prej obligimeve tia ndaj fjales La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah është me e pranu se sovrani suprem është Allahu Dhul Gjelal, i vetmi i cili është ligjvënës absolut, dhe të gjitha ligjet e tia e kemi detyrë dhe obligim fetar ti nështrohemi atyre, dhe në momenti që na i refuzojmë edhe i kundërshtojmë, atë na me këtë veprim e kemi shemb, e kemi shemb imanin ton. S'ka men nga imani, do thot një tull e cila ka men mbi tokë, është shemb. Janë çështje shumë serioze që fatkesisht për shkak problemeve të shumta që ka ummeti islam përgjithësi dhe muslimanët e tonë veçanti, nuk i vjen në radha ndoshta mi potencu, por na e kemi detyrë dhe obligim si hoxhallar dhe si dietar, mi shëru muslimanëve këto tema që ata t'i kenë të qarta dhe të dinë se ku duhet ata me rezistu dhe ku nuk duhet ata me lëshu pe e me bo kompromise në llogaritë të fesë. Andaj na dje e përmendëm ajetin kuranor ku Allahu dhulira tha afa hukme al-jahiliyeti yabghun wa man ahsanu min Allahi hukmen li qaumin yuqinun. Ata a duan ata qeveriset gjahiljetit, e kush qeveris dhe gjykon më mirë se Allahu Dhul Gjelal. Andaj Allahu Dhul Gjelal e përshkuan sjelljen e besimtarëve përballë vendimit të Allahu Dhul Gjelal dhe vendimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innama kana qaulul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Fjala e besimtarëve kur të thiren pre Allahut dhe dërguarit ti është me thonë ndëgjuam dhe respektuam. Kur ndëgjosh se Allahu ka fol edhe ka gjyku edhe ka vendos, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka gjyku apo ka vendos, fjala e besimtarit të vërtet është me thonë ndëgjuam dhe respektuam. Fela wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Pasha Zotin tan, shtu Allahu Dhul Gjelal i betohet para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pasha Zotin tan o Muhammed. Ata nuk janë besimtar. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, derisa nuk të marrin ty gjykatës arbitër në mosmarrëveshjet që kanë mes vete. Një popull që i thot vetës musliman, edhe është para një arbitrimi, gjykimi, dhe vjen vendimi i Allahut, edhe i pejgamberit, dhe ai e refuzon, la yu'minun, ata nuk janë besimtar. Kështu Allahu Dhul Gjelal i ka përshkruajt këto situata dhe rrethonën të cilat kalojnë njerëzit shpesh herë besimtarët musliman, dhe momenti që kalojnë këto rrethona janë të pavendost në insistimin e tyre që vetëm me atë që ka gjyku Allahu Dhul Gjelal me e përfundu atë çështje dhe me i refuzu të gjitha, do thot, mënyra tjera. Andaj Allahu Dhul Gjelal gjithashtu tregon se për besimtarët e pavendosur yuriduna yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi, i shef se ata anojnë me gjykue me gjykimet tagutit. E tagut është çdo gjë që adhurohet veç Allahu Dhul Gjelal. I shef ata se si anojnë me gjyku me gjykimet tagutit, edhe pse Allah i ka urdhënuar ata me bë kufër, me i mohu këto vendime e gjykimet tagutit. Edhe andaj themi na se nga xhahiljeti kanë shumë muslimanë sot, të cilët nuk janë të gatshëm me u nënshtru tërësisht
do thot vendimit të Allahu Dhul Xhelal dhe vendimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse ju kujtohen ajetet që i patën përmend kapitullit më hershëm, ja ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli dhalika khair wa ahsanu ta'wila. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khair wa ahsanu ta'wila. O ju besimtar, binduni, respektoni Allahun e Madhëshëm dhe respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të parët tuaj. E nëse keni ndonjë mosmarrëveshje mes jush, kthehani Allahut Kur'anit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sunnetit. Nëse besoni Allahun dhe ditën e mbram, kjo është më mirë për ju dhe kështu është fundi më i mirë i këtyre situatave të pakëndshme, zënkave dhe grindjeve tuaja. Si dhe qoftë, vjen ky hadith me na zgju, edhe me na trishtu, edhe atëherë mirë me kuptu, se njeri, kur trishtohet, adrenalina shtohet, edhe mendja e njeriut kthjellet, edhe momentet që i sheh, edhe i përjeton, në adrenalin në alt nuk i haron. Kjo është e dëshmuar milion herë. Secili prej neve, momentet e trishtimit madh i man men. Pse se shtohet adrenalina, kthjellet mendja, e ato gdhenden në kokë, në kujtesë. Edhe andaj Kur'ani dhe Sunneti shpesh herë kanë kësi momente të kërcënimit, të friksimit, të trishtimit, që me kuptu se puna është serioze, duhet me majtë men mirë, duhet me koni kthjelt, edhe ajo informat mu gëdhend në kokën tonë edhe në zemrën tonë. Kokën tonë si informat, në zemrën tonë si bindje, në nështrim. Edhe kjo është njëra prej paradokseve që i kanë muslimanët e kohës sonë. Kanë informata shumë, plot, nuk mungon sot informacioni. Problemi është se na nuk kemi bindje në zemrat tona për t'ju nënshtru informacioneve të vërteta dhe të sakta. Andaj, te na, për shkak të mingarkesës me informacione, nuk kemi kohë me shiju as gëzimin si duhet, po as piklimin edhe mërzin si duhet. Andaj, aty ku mërzitesh, gjatë momentit të shijimit të mërzis, vjen një informat e cilat gëzon. Edhe tamam tu mërzit e u piklu, vjen informat e gëzimit, përzihet piklimi me gëzim. Edhe kundërta, momenti që ti e shiju një gëzim, vjen informata e mërzis dhe piklimit dhe të përzihet gëzimi me mërzit dhe piklim. Për shkak të bombardimit me informatat që na vinë në sekunda, jo në minuta, sot e kemi shumë vështirë na me imbrojt emocionet tona. Edhe me i zhvillu ato. Edhe andaj gjenë që njerëzit vinë të voret në vareza dhe nuk emocionohen. Edhe vinë darsëm edhe nuk emocionohen. E keni pa në kohën e fundit, janë bo formalitete. Shkon darsëm, nuk e shijon gëzimin e atit dasmorit. Shkon në vdekje, nuk e shijon mërzin e ati që e ka këtë rastit vdekje. Edhe këtë rastit tjera pastaj, edhe suksesin e shkollimit, edhe suksesin e ndërtimit e shtëpisë së re, edhe suksesin e biznesit, edhe suksesin e blerjes diçkafit të re në shtëpi, nuk e shijon. Për shkak se kemi bombardim të informatave. Andaj, thashune duhet të gdhendet në kokën tonë, edhe në zemrën tonë, se në kokë gdhenden informatat, në zemër vinë bindjet, edhe vendimet. E na nëse nuk i bëjmë bashk informatat që na vinë, me gatishmërinë tonë shpirtënore për t'ju bind informatave të mira, dhe për t'i refuzu ato të dëmshme dhe të gabuarat, nuk ka mundësi me pas në ndryshim të vërtet në jetën tonë. Dhe andaj Islami e të gjitha komponentet e veta fatmirësisht neve edhe në arsimon
po edhe na edukon. Arsim është informata, edukim është zbatimi i asaj informata, jetesa me te. Edhe andaj, na në mësimet e Islamit duhet paralel me qu edhe arsimimin edhe edukimin. E kur të arsimohemi fetarisht edhe të edukohemi fetarisht, na zhvillohemi si besimtar të vërtet. Edhe ofrojmë modelin e një muslimanit shembullor. Mirë po, këto procese fatkesisht të shumica jonë, po flas tash për Shkuptën veçanti, të shumica jonë, do thotë janë shumë në disharmoni mes vete. Mund kemi shumë informata, po s'kemi zbatim. Ose dikush ka edukat mirë, po i mungon informata e sakt, fetare, edhe shef duke bo praktika dhe zbatimet gabume, fetarisht. E normalisht ajo që neve na thret Kur'ani dhe Suneti është që na edhe të arsimohemi fetarisht, edhe të njohim fen mirë, edhe të lexojmë, edhe të ndëgjojmë hoxhallar, po njëkohësisht edhe të praktikojmë atë në jetën tonë, që dal nga dal të dalim nga zona e gjahiljetit në zonën e Islamit. Edhe që me këtë praktikim të Islamit të bëhet Islami ngjyra jonë. Edhe këtu është shumë më rëndësi me përmend në vllazni se shpesh herë na bëhemi fanatik të ngjyrave të ndryshme politike. Edhe nëse shkon ajo në dam të ngjyrës së origjinale ose bazike ngjyrës së Islamit. Të gjitha fanatizmat tonë për ngjyra të ndryshme tjera duhet jenë në shërbim të ngjyrës bazë, ngjyrës së Islamit. Dhe nëse ato ngjyrose tjera e dëmtojnë ngjyrën bazë, ti duhet të pastrohesh për aty ngjyrave dhe të ngelesh besnik në ngjyrës bazë, ngjyrës së Islamit. Kemi ngjyra politike, kemi ngjyra kulturore, kemi ngjyra të sportit, edhe fatkeqësisht shpesh herë njerëzit e flijojnë ngjyrosjen bazike, natyrshme, për llogaritë ngjyrave tjera të cilat i favorizojnë ato. Edhe andaj Allahu bu xhallahu në Kur'an, sibghat Allah, ngjyrosje me cilën ngjyros Allah. Wa man ahsanu min Allah sibgha liqaumin yuqilun. A ka kush jep ngjyrë më të mirë se ngjyra e Allahut për ata që janë të bindur. Edhe Islami, edhe ky përshkrim kuranor për jetesën me Islam, është përdor termin ngjyrë, se ngjyra, do thot, nëse duam na ta shohim një objekt të ngjyrosur, duhet me kaplu të gjitha pjesët e atij objektit. Edhe nëse dikun na kemi ngjyros edhe kemi lënë një boshllok ose një pikë pa ngjyros, i themi s'ka na ngjyros mirë. Pas ka me diçka pa ngjyrë. Sepse ngjyrosja ka vlerë edhe ka kuptim atëherë kur ka plën çdo gjë. Edhe andaj Islami ka vlerë dhe ka kuptim të na kur ka plën këtë jetën tonë. E nuk ndahet në pjesë. Për atë çak lufta jeme dhe lufta jote duhet me qenë që na ta ngjyrosim mendjen tonë me ngjyrën e Islamit, ta ngjyrosim zemrën tonë me ngjyrën e Islamit, ta ngjyrosim trupin tonë me ngjyrën e Islamit, që pastaj të ngjyrosen edhe mendimet, edhe veprimet tona me ngjyrën e Islamit. Nëse si jemi kështu të ngjyrosur, normalisht dalin edhe mendimet tona gjysmë islame, gjysmë jo islame, po edhe veprimet tona dalin gjysmë islame, gjysmë jo islame, dhe në këtë rast na halas kemi shpëtuar nga xhahiljeti, edhe kemi në vetvete komponent xhahiljeti. Shife, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ndëgjon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëri prej sahabeve tu e ofendu një vëllai vetin besimtar sahabe. Çka i tha? I tha, o njeri, inë mron fike gjahilije, halaka me gjahiljet e ti. Sahabe. Pse ofendoj një vëllai vetin në bazë racore? I tha, halaki gjahiljet të këti. Paramendoj nëse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sahabe që është edukuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe sillet keq moment caktuar gabimisht,
e i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, je njeri që ke akoma gjahiljet të këti, çka mujmë me thona për një tjetër sot? Edhe andaj, ky hadith në këtë formë realisht është për të na trishtu se shumë kush i për nesh as se ka mendu se duhet tjetë në proces evolutiv të vazhdueshëm që të shpëton nga gjahiljeti. Se përndryshe nëse vdestin në gjahiljet dhe del para Allahu dhu xhelal, atëre pozicioni jot është shumë i dobët. Edhe llogaria e jote ka që Allah të shumë e rëndë. Dhe andaj edhe njerë për përmendi, ky trishtim vjen për me na zgju. Jo për me gjuku njëri tjetrin kush sa është musliman e kush sa ka gjahiljet, jo. Ama secili prej neve me reflektu edhe me kuptu se pozitën që na jemi si musliman, si umet përgjithësi, nuk është shumë e favorshme për ne. Ne jemi në pozicione dobta. Po nëse vazhdojmë me qenë këto pozicione, edhe llogaria jonë te Allahu ka me qenë e rëndë dhe pozicioni jonë para Allahut ka me qenë i dobët. Çka do të më thonë me këtë fjalë? Nëse umeti islam sot nuk e ka gale pse jeton pa sheriat dhe pse jeton pa khalife, nuk duhet me mendu se shpëtuam na punë madhe. S'ka gjë, jo. Ky pozicion i dobët i joni si umet përgjithësi ka më na nxjerr pozicion dobët për Allahu ditën e Kiametit. Edhe fatkesisht na jemi dëshmitar për vetes teme duke filluar të shumë tjerë, na kalon neve ditë dhe javë dhe muaj pa e mendu këtë çështje hiç. Pa e pas gale këtë çështje hiç, të habitur në angazhimet e përditshme, në ibadetet tona të përditshme, na del prej mendjes krejt domosdoshmëria e qeverisjes dhe udhëheqjes me ligjet e Allahut dhu xhelal. Dhe se ajo është e vetmja zgjidhje dhe rrugdalje për problemet tona individuale, familjare, kolektive, shoqërore, popullore, kombëtare, po edhe ndërkombëtare dhe botnore. E veç me mendu për të gjëra, fillon me fitu shpërblim. E mos flasim se na punojmë konkretisht për të arrimën kamp umetin islam dhe për të rikthy khilafetin si formë qeverisje më e mirë, më e dobishme dhe më e saktë për njerëzimin përgjithësi. Gjithashtu, për temave të cilat i nxjerr në shesh ky hadith është mesela e beslidhjes mes muslimanit dhe të parit ti, do të janë çështje të rëndësishme në thirrjen islame, se nëpërmes këtij zhvillimit vertikal hierarkik do të krijohet unitet brenda komunitetit musliman dhe pengohen përçarjet dhe do të dobësimet e muslimanëve, e cila i bën dëm atyre edhe në dunjë edhe në ahiret. Edhe na jemi dëshmitar, do thotë, në atë luftën e egër që bëhet kundër islamit dhe muslimanëve dhe pengesave të vazhdueshme që i bëhet muslimanëve në dy gjëra. E para, për t'u kthyer islamit si referencë, do thotë, absolute dhe të vetme, dhe në unifikimin e umetit islam, bashkimin e tyre. Luftë e vazhdueshme. S'ka mundësi me qenë islami referencë e kushtetutave të shteteve muslimane, edhe s'ka mundësi këtë shtetet muslimane mu bo një shtet. Ama Unioni Evropian mundet. Ama shtetet e bashkume mundet. Ama forma tjera të bashkëpunimit mundet, po musliman me konë këtë bashkë nuk mundet. Pse? Cila është logjika që pengon? Masi ka logjikë që këtu insiston, aty insiston, aty insiston. E këtu pse pengon? Pengon për shkak se kur mbledhet islami si referencë, edhe uniteti si veprim, atëherë s'ka kush ofrohet si alternativë. Këtë bota ka me zgjedh islamin si zgjidhje. Edhe normalisht to pengesa kanë me vazhdue deri sa të bëhet e qartë për muslimonin më të thjesht se kjo është komplot kundër islamit. Është luftë e pandashme
me të gjitha metodat e mundshme kundër Islamit. Kur edhe muslimoni më i thjesht ka me kuptu. E atëherë edhe muslimoni më i thjesht ka me insistu që Islami të referenca jonë, edhe unitetit jetë veprimi jonë. E atëherë normalisht Allahu ka me dhonë fitore. Atëherë Allahu ka me qu dikan, si që është përmen hadithet, që ka më udhëheqë umetin Islam, drejt fitoreve të veta në akhirut zaman. Edhe kjo qasje duhet me qenë pranishme vazhdimisht në leximet dhe mësimet tona, që na në përmes tyre të arrim të ndryshojmë vetveten, familjet edhe jetën tonë shoqërore. Koha që keshim disponim na përfundojnë, na këtu do ndalemi, duke lutur Allahun të na jep jetë të veshur dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhreshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.